Në gjithë këtë tollovit të aktualitetit bëhet i gjallë edhe presidenti i Republikës. Natyrisht jo për ndonjë lajm të jashtëzakonshëm, por edhe diçka me cen duket kjo, për të diskutuar pak më pas do të jem me Artur Meçollarin, ai është një mik i programit dhe njohës i mirë i të gjithë trupës forcave të armatosura. Presidenti i Republikës ka bërë ndryshime në kupolën drejtuese të këtyre forcave të armatosura. Por përse, do të flas tani me zotin Meçollari, që është në lidhje të drejtë për drejtë me revista MCN. Faleminderit zoti Meçollari që rikthehesh në revista MCN, kënaqësi biseda me ju. Faleminderit për ftesën. Siç kundër besoj e dini, është bërë një lloj lëvizje në kupolën drejtuese të forcave të armatosura. A keni dieni çfarë po ndodh aty? Po, jam në dieni, deri tani presidenti ka firmosur 3 dekrete për lirim nga detyra, emërim dhe gradim, dhe pritet i 4-ti. Të gjitha lëvizjet kanë vetëm një objektiv, lëvizjen nga detyra të komandit forcës toksore dhe të komandit forcës detare. Të dy këta duhet largohen nga detyra, bëhet fjalë për gjeneral major Ilir Xhepexhin dhe nën admiral Adnan Bagasti. Po pse duhet largohen? Të dy përpara afatit, më fal do ta shpjegoj, Xhepexhia e mbush vitin tjetër afatin e lirimit nga detyra, kurse Agastra mbas 2 vjetësh. Përse? Sepse në fakt të dy këta janë të përfshirë në historinë e bazës Limjonit. Të dy kanë marrë pjesë në firmosjen e kontratave dhe dorëzimin e bazës Limjonit. Dhe për këtë qëllim, presidenti, për të mos duket sikur ka, domethënë kjo të jep përshtypjen që SPAK-u duhet veproj shpejt në lidhje me këtë rast dhe nëse këta do të merreshin masa ndaj tyre gjatë qëndrimit në detyrë, do të krijonte 2 probleme. E para do të shpërbënte hierarkinë e komandim kontrollit, pasi të arrestosh apo të izolosh apo të pezullosh një komandant në detyrë, domethënë do të thotë që prish skemën e komandim kontrollit, dhe e dyta do të ishte një rast jo i këndshëm që të arrestohet një komandant madhor në detyrë. Dhe për këtë arsye presidenti bëri lëvizjet, domethënë që ata të jenë sipas ligjit, që ta sqaroj dhe këtë, një ushtarak i cili ndaj një ushtaraku ndaj të cilit nis hetimi penal për shkak të detyrës, automatikisht pezullohet nga detyra. Pra nuk ka rëndësi nëse je arrest burg, arrest shtëpi apo jo, mjafton të regjistrohet hetimi penal dhe pezullohesh nga detyra. Qartë. Mu zgjua tani kërshëria për t'ju pyetur, po mirë, presidenti i Republikës tani e mori vesh që këta kanë qenë të implikuar, apo e dinte dhe tani kuptoi se duhet larguar për të hequr në një farë kuptimi edhe atë përgjegjësinë e tij? Jo, po e mbani mend, për para 2 muajsh ka pasur disa veprime hetimore që janë zhvilluar në dy pjesëtar të forcave të armatosura, që bëj fjalë për Bardhyl Kollçakun, që ka qenë shef i shtabit dhe drejtoreshën e kabinetit të ministrit mbrojtjes, që u janë kontrolluar shtëpitë dhe janë marrë celularët. Njëkohësisht janë kontrolluar 2 persona të cilat bëni pjesë në komisionin e dhënie me koncesion në Ministrinë e Infrastrukturës, njëri nga të cilët sot është në arrest me burg, pasi është emëruar më pas drejtori i OSHE-s, dhe i treti dhe 2 të tjerë janë që një biznesmen, Artan Dulaku, dhe drejtori i kompanisë të tij Kongort Investment. Pra të gjitha e kontrolluar për para 2 muajsh dhe u janë kontrolluar zyrat, shtëpitë dhe u janë marrë celularët. Dhe kjo ndoshta ka arritur në një konkluzion apo ka sjell afër në mbylljen e hetimit dhe shpalljen dhe çuarjen e çështjes në gjykatë. Pra, mund të ngrihen akuza konkrete apo jo? Mund të ngrihen të 2 persona të cilat njëri është liruar nga detyra dhe tjetri pritet të lirohet këto ditë nga detyra, që është Adnan Agastra. Për këtë arsye është graduar kundër admiral Arsen Mullai që të zvendësoj Agastrën. Të 2 këtyre u janë marrë celularët përpara 1 viti e gjysmë. Okej, tani ndoshta duket pak e egzageruar, po mund ta bëj këtë pyetje. Po presidenti i Republikës ka implikim në këtë çështje, zoti Meçollari? Unë do ta këshilloja presidentin që siç shkarkoi këta të shkarkoi edhe vetë. Sa më shpejt jetë e mundur. Pra presidenti ndodhet përballë një, si më thënë, dileme që duhet t'jap dhe dorëheqjen sepse dhe ai është i ekspozuar apo e kuptoj gabim?
Unë mund të them vetëm kaq, presidenti është i përfshirë me firmë në të gjitha pronat e forcës detare. Duke filluar nga Shëngjini, Pasha Liman, Limjon. Është i përfshirë. Ju po më thoni që presidenti është i ekspozuar ligjërisht dhe së shpejti mund të kemi trokitin e njerëzve të BKS edhe në presidencë, apo një kërkesë për impeachment ndaj presidentit, po? Jo, 3 herë ka vajt BKH-ja në presidencë, 3 herë është pyetur në zyrë presidenti për këtë çështje, por presidenti ndoshta mendon që duke bërë veprime të tilla mundet t'i shmanget edhe përgjegjësisë ligjore. Pra, ju jeni bindur që presidenti është i implikuar, pra ka përgjegjësi penale me atë që ka ndodhur me pronat në ushtri. Tani ju pyes ndryshe. Jo, unë mund të bëj edhe një deklaratë që ata nuk i shpëton dot as spaku nga kjo histori. Aq thellë është situata dhe e rëndë. Aq thellë, aq janë të kapur të gjithë me letë, kanë firmosur. Përfshirë dhe presidenti i Republikës. Edhe presidenti, po të them dhe spaku nuk i shpëton dot. Pavarësisht respektit që kam për spakun, e thash në mënyrë figurative. E kuptoj. Po, sipas jush, cila është dosja më skandaloze në këto përfshirjen e pronave të ushtrisë? Ju përmendët dhe emra konkret. Po, shiko, është Shëngjini, që është tepër delikate. Kemi Limjonin, që është tepër delikate dhe që ka shumë përfshirje dhe bile së shërë. Delikate është do gjë që lidhet, të lutem, a mund të thras? Jo. Kam shumë dëshirë. Dalë të konkluzioni. Jo, më lejo pak, vetëm kam një batut. Kam një batut. Po vdes të them komandant. Nuk e di pse kam shumë shef të them komandant. Komandant, ta trajtoj adresimin dhe jush komandant. Ku e kemi pikën më të nxehtë? Pika me nxehtë sot është Pasha Liman, që e ka firmosur me dorën e tij Barian Begaj. Dhe kjo implikon direkt presidentin e Republikës, po. Do me thënë, NATO-a ka 5 vjet që studion, dhe ndërsa NATO-a e studion, Barian Bega hoqi 80 hektar nga plani për hapjes dhe veprimit me një procedurë të vitit 2016 që është një hetim në SPAK. E kuptoj. Po mirë, presidenti është në detyrë tani dhe ka mandat, natyrisht ka një mandat ku neni 92 kushtetutës se parasheh kur presidenti duhet shkarkuar. Pra, nuk kemi të bëjmë me tradhti kombëtare, me lajthitje mendore të rënda, problemet shëndetit e tjera, janë ato pikat e kushtetutës që praktikisht nuk mund ta shkarkosh. Si bëhet që duhet presim mbarimin e mandatit presidentit? Ska, ndaj hetimit nuk ka asnjë person imunitet. Po duhet blidhe parlamenti që ta shkarkoj. Edhe një, nuk ka lidhje me shkarkimin. Edhe një. Ndaj hetimit penal me një prokuror të SPAK-ut, askush nuk ka imunitet. E thot ligji. Kanë imunitet që nga presidenti dhe deputetët vetëm për masat që kanë të bëjnë me lirin personal. Jo, një sekundë. Janë arrest shtëpie. Çështja është edhe kushtetuese në këtë rast. Kështu që kam përshtypjen që presidenti do mbrohet nga kushtetuta për sa kohë është president. Dhe një, SPAK-u nuk e ndalon askush të nisi hetimin nga presidenti dhe ta vendosi personin hetim. SPAK-u nuk e ndalon askush. Po, e ndalon edhe një deputet i thjesht, nëse nuk i hiqet mandati nga parlamenti, nuk e merr dot Jo, hetimi vazhdon. Hetimi vazhdon, patjetër, por në mas sigurie ose penalitetet të këtij karakteri. Shiko, hetimi mund të vazhdojë dhe pa u marr personin absolutisht, fakti që i ka shkuar për vizitë është në rregull. Fakti që i kanë trokitë dera. Unë nuk po aludoj që do arrestohen njerëz. Unë po them do futen në hetim. Qartë, e kuptova. Nuk po them. Atëherë, pyetja numër 2 kryesore, jo se është pyetja e dytë nga radha. Pyetja numër 2 kryesore, përveç se është hetim, sa rrezikon presidenti të shkojë në burg? Se këto janë gjëra të mëdha me shumë probleme që thoni ju. Këtë nuk mund ta them. Pra, jo, sa është i ekspozuar ai ndaj fajësisë, pra, ndaj dëmit që ka shkaktuar në raport me pasojën, këtë po them. Është e vështirë që ta thuash, por unë di këtë, vendimi i gjykatës së lartë në lidhje me Limjonin, ku është i përfshirë presidenti, janë dhe shumë të tjerë, thotë, është cënuar siguria kombëtare. Janë cënuar marrëdhëniet me NATO-n, është cënuar operacionaliteti dhe gatishmëria operacionale e forcës detare.
e thot gjykata, nuk e them unë. Dhe nëse e thot gjykata, presidenti plotëson automatikisht një nga kushtet dhe kriteret kryesore të shkarkimit me kushtetut. Po. Kështu që presidenti, ashtu sikurse që unë them që bëri mirë që i shkarkoj, sepse në fundit ata janë persona që nesër mund të bëjnë pis institucionet, ku ata kanë drejtuar. Okay. Duhet që dhe presidenti të mendoj mirë të mos bëj pis institucionet e presidenti. Pra të pastrohet dhe vetë presidenti nga kjo historia duke dhënë dorëheqjen. Natyrisht jap dorëheqjen të vazhdoj si qytetari. Kush e di çfarë stresi do e kapi presidenti tani pas kësaj deklarate. Nuk e ka aty. Nuk ja kishim me të keq, po vetë ka bërë. Nuk i tham në firmos. Jo, ai vetë sepse domethënë firmat nuk e ka detyruar njëri që ka thënë që shqetësohet dhe shumë, e zë paniku shumë presidentin. Nga këto ka shumë siklet. Thret me njëra atë parukierën e gruas që të bëjnë mbledhje. Duhet psikolog, jo parukierët. Duhet psikolog. Në rregull, po, parukierët dhe psikologe. Këto kohë kemi ardhur, kur kemi shumë profesione. Kjo është pritet edhe largimi i komandantit forcës detare, këto ditë. I cili është implikuar dhe ky apo? Po, ka bërë dorëzimin e bazës. Po si shpjegohet, më falë tani komandant, si shpjegohet ndjesë, se e thashë e përdor unë në mënyrë shumë të kujdesshme dhe përgdhelëse ndoshta, këtë pjesën e martesës komandant. Si shpjegohet që këta nuk ka patur asnjë përgjegjësi për këto firma që i kanë lëshuar kështu, apo kanë qenë të detyruar? Si e mendon këtë gjë? Jo, askush nuk të detyron. Në fundit, çdo njeri e pranon të bëjë detyrën dhe kur e shikon që nuk është në trasen ligjore, mu të thotë shumë mirë, unë po largohem, vazhdoni punën tuaj, por ata e kanë bërë me vullnet të plot, sepse natyrisht u kanë dhënë një grad, një pozit, e këto i kanë joshur dhe në këtë mënyrë, domethënë, për shembull po të them, komandi i forcës zetare sot është me 2 yje. E kupton? Është admiral me 2 yje. Abdi Mati ka ndonjë 25 vjet komandant flote, e ngriti flotën e bëri me 100 anije dhe nuk i mori dot 2 yje. Pra janë fiktive yjet, po thua, gradimi është fiktiv. Po natyrisht janë fiktive, nuk ka mundësi sot komandi i flotës të ketë 2 yje. Si shpjegohet kjo lloj dekadence? Pra është në kuptim përballur shfeteve ose këtyre firmave që kanë lëshuar, natyrisht jepen këto gradimet, apo jo? Natyrisht që të jepen privilegje, të jepet mundësia. Do me thënë policia është e korruptuar, ushtria e korruptuar, qeveria e korruptuar. Shiko, po të vetëm kaq. Në ushtri ka njerëz shumë të mirë, ka njerëz me integritet, por niveli i lartë i hierarkisë. Po flas për drejtimin. Po flas për drejtimin. Është teti korruptuar, është teti korruptuar. Pra duhet spaku të hedhë sytë edhe nga ushtria se aty ka një lloj, le të themi, vatre infektive me korrupsion thellë, apo? Problemi i forcave të armatosura është në çikës më delikat, është një lloj si problemi i akshit apo i policisë shtetit, që dëmi që shkaktohet nuk është vetëm tjetër financiar, është dëm dhe në sigurinë kombëtare. Ashtu sikurse dhe kputet një pjesë e zinxhirit, po. Po kputet një pjesë e zinxhirit, ke të bësh me balanca të sigurisë kombëtare, të cilat duan kohë të riparohen, e para e dyta edhe një pyetje normale shtrohet, ore, mirë që i dham, po kujt ja dham? Po të marr pa Shalimanin, rast konkret. Ai që do investoj është një person i cili investon në pikën në bazën më strategjike të Shqipërisë, më strategjike ushtarake, dhe është një italian i cili është në hetim penal në Itali. E kupton, domethënë, sa unë nuk jam me atë, në fundit, nëse NATO nuk pranon që të vinë në Shqipëri, për të ketë një bazë saj që ne nuk e dimë një përgjigje, edhe mund të studiot, po kur NATO është duke studiuar një lloj për të pasur një bazë, një lloj si Kuçova, nuk mundet ti të bësh veprime të tilla. Ti thua NATO-s se në fakt ti vetë ke kuar NATO-s dhe në fundit. Janë çmendur këta që bëjnë këtë gjë se unë nuk e kuptoj. Tani Jo, nuk janë çmendur. Jo, Denis duhet të kuptosh. Kanë kaluar vitin e kuqe, janë në rrugën që nuk kthehen dot më mbrapa. Okay. Nuk ka më kthim mbrapa. Pra, këta janë persona që shkelin një herë vijën e kuqe, pastaj janë të shantazhueshëm dhe do veprosh një herë, 2 herë, 3 herë gjithkohë. Sa herë duan ata, do firmosin. Nuk kanë më kthim mbrapa. E vetmja mënyrë që kanë ata të mjetojnë është që shërbejnë Edi Ramës deri në fund
me besnikëri. Ose pendesa që të thonë gjithë çka kanë bërë, se ka dhe një mundësi tjetër, është dhe ky opsion, pendesa. Ajo ka rrezikun e saj, e kupton ti çfarë rreziku. Rreziku e ka ajo tani, po mund të ulet çik rrezikun, pra nga 15 mund ta bësh 7, se nuk është për të qesh, po kështu në këtë drejtë kemi ardhur. Okej. Situata është e brendëlikuar, megjithatë të shikojmë çfarë veprime do bëj SPAK-u. Okej. Më flit pak për këtë Limionin, se ma preke pak sikur the edhe emrin e Artan Dulakut, që është sipërmarrës edhe pronar mediash njëkohësisht, dhe kjo e komplikon goxha situatën, po. Baza e Limionit ka 2 kontrata. Njëra është kontrata për tokën, për territorin tokësor, dhe Shevqet Kastrati dhe Artan Dulaku kanë krijuar një kompani që quhet Marina Bay Saranda. Dhe kjo është kontrata për të cilën unë do la kundra dhe që mbasi më larguar mua e bën. Thonë që po është qeti nuk shkon në burg. Po është Shevqet Kastrati nuk shkon në burg, mbron qeti. Kështu thoshte edhe dikur një general, një Kolçaku, po tani ka ikur me punë jashtë tonë që t'jetë sa më larg problematika. Po pra s'pas ka shku në burg, pas ka mbrojt qeti ka çu jashtë. Po i kapesh, tani kapesh. Globi është bërë si një fshat. Dhe kontrata e dytë është Marina Limion. Kjo kontratë në fakt unë e kam refuzuar që në fillim dhe nuk e dija që kjo ishte firmosur pa dijenin time, dhe ishte bërë nga Ministria e Infrastrukturës në shkelje të nëni 6 të ligjit koncesioneve dhe tot gjykatë e lartë. Okej. Por, këtë unë nuk e dija, dhe kur kam quar që është në gjykatë, në prokurori, unë kam quar vetëm kontratën e parë, nuk e kam quar këtë të dytën, se nuk e dija që ishte bërë, sepse mua nuk më vinin letrat. Por, kur prokuroria, kur SPAK-u pyeti Barian Begën, që ishte shef shtabi, për kontratën që kisha dalë unë kundra, ai i futit e letrat e Belinda Ballukut, edhe Belinda Ballukut tani është edhe në bazën e Limionit, është në proces. E kuptoj. Po letrat i futi Barian Bega, nuk i futa unë. Qartë, e kuptoj. Juve jeni thirrur ndërkohë në SPAK këto kohë, apo që keni bërë ato dëshmi? Jo, ka rreth 1 vit e gjysmë. Që nuk jeni thirrur më. Okej. Jam thirrur 7 herë, ka rreth 1 vit e gjysmë që nuk jam thirrur. SPAK-u besoj është i kompletuar me dëshminë tuaj, kështu që nuk e ka parë më të arsyeshme dhe të nevojshme që ju të ridëshmoni. Vetëm dokumentet, vetëm kallëzimi është 65 faqe. Juve jeni i gatshëm që të dëshmoni në gjykat dhe të konfirmoni edhe një herë të gjithë këto akuza që i bëni publike, apo jo? Natyrisht. Unë i kam firmosur, jo vetëm kallëzimi, po dhe sa jam thirrur në SPAK, kam firmosur për çfarë kam deponuar, domethënë nuk kam asnjë kufizim në dhënien e dëshmimeve të mia. Ju falenderoj shumë komandant Meçollari, edhe unë do t'i mbetem deri në fund. Faleminderit për ftesën. Dhe kënaqësi, biseda shumë i qartë, konsekuent dhe si gjithmonë objektivisht i kthjellët në gjithçka që thoni. Kënaqësi biseda me ju dhe i mirëpritur gjithashtu.